Kështu e nisë rrëfimin e saj shkrimtarja dhe mjekja Flora Brovina në 44 vjetorin e rënjes së Jusuf Gërvallës, një prej figurave më të rëndësishme të rezistencës kulturore dhe kombëtare të Kosovës. Jusufi do t'jetë i pari në listë dhe unë drejten si një vajzë rebele në atë kohë mendova. Unë ishe studente e fakultetit mjekësisë, prandaj u çudita që më pranuan në gjithat konkurrencë dhe shkova te redaktori i thash më falni, pse më keni pranu? Pse jam vajzë? Apo pse kam ditë me plotsu testin? Ai u çudit, tha prit një minutë dhe mi pruni gjitha ato materiale, tha para teje është vetëm Jusuf Gërvalla. Momentet e fundit para largimit të Jusuf Gërvallës nga Kosova, Brovina i kujton si të ngarkuara emocionalisht. Jusufi ishte i ngarkum për çështjen, ai kishte relacione me shtetin shqiptar, do të shtetin am, e përcjellte kulturën dhe ai e solli kulturën këtu. Ja di për nder dy njerëzve, u kishin hotit dhe Jusuf Gërvallës për mundësin që na dhanë në vitet e 10-ta që të komunikojmë edhe me botën shqiptare. Për Jusuf Gërvallën flet edhe kolegu i tij i ngushtë Shyshri Galica, i cili e njohu fillimisht përmes radios e më pas si bashkëpunëtor të afërt në gazetën Rilindja. Ishim të lidhur shumë ngushtë, edhe familjarisht shkonim te njëri tjetri. Bisedonim për të gjitha. Jusufi ishte temperament, ishte një njeri i rrallë, ishte jashtëzakonshëm, me një diapazon të gjerë, me pikpamje atletare deri në fund. Prandaj për Jusufin nuk ishte ndalesë pavarësisht pasojave që mund të vinin edhe në ato rrethana dhe në atë kohë. Galica për herë të parë prezantoi bllokun e shënimeve të cilën e ruan tash e 44 vjet që ia kishte lënë Jusuf Gërvalla. Ai kujton edhe ndarjen e fundit kur Jusuf Gërvallën e morën nga pallati i Shtypit. Janë ndarja e fundit për Jusufit kur kanë ardhur udhbashët ta merrnin në pallatin e Shtypit. Ai ma la dhe një porosi. Kishte shkruar një kronik televizive kushtuar emisioneve të kolegut, mikut të tij që do duhet botohej të shtunën. Dhe ma la këtë porosi, tha të lutem se si e boton këtë kronik televizive vetëm ti e di. E lajmin për vrasjen e tyre e përshkruan me dhimbje. Dhe një moment tjetër që mendoj që është shumë i paharrueshëm për mu, ishte pikërisht 17 shkurti, kur një miku im, Hamz Morina, ma dha lajmin për vdekjen e 3 dëshmorëve. Galica thot se u ka bërë kërkesë kryeministrit dhe kryetarit të Prishtinës për vendosjen e një busti të Jusuf Gërvallës para objektit të bibliotekës kombëtare, por që nga asnjë rapal deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Edhe në